Mirë, përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj që keni ardhur sot këtu për dëgjuar deklaratën e Lëvizjes Bashkë në fund, në fakt, të procesit zgjedhor. Kishim planifikuar që ta mbanim sot të konferencë dhe po e mbajmë, duke parë dhe udhëzimet që kishte dhënë KQZ-ja për të përfunduar numërimi i votave për subjektet. Ndaj menduam se do të ishte momenti më i përshtatshëm sot, por akoma nuk ka mbaruar numërimi i votave, vazhdon akoma numërimi për subjektet votat e ardhura nga diaspora, por po e mbajmë në këtë konferencë dhe po shprehim mendimet tona në fund të këtij procesi. Dua të falenderoj të gjithë dhe secili në fakt në veçanti për mundësinë që i ka dhënë Lëvizjes Bashkë, duke i dhënë votën e vet për të çuar para programin për një shoqëri më barazimtare, për një shoqëri drejtë dhe një shtet i cili i përgjigjet qytetarëve të vet. Dhe po ashtu dua të falenderoj secilin prej aktivistëve, antarëve, mbështetësve, vullnetarëve të cilët kanë kontribuar në këtë fushat, duke shkuar derë më derë, shtëpi më shtëpi, duke shpërndar fletushka, duke bërë të mundur që idetë e Lëvizjes Bashkë shkojnë te qytetarët. Dhe ata mbi gjitha që kanë kontribuar financiarisht për këtë fushat të lëvizjes. Bashkarisht kemi bërë të mundur këtë rezultat, por edhe këtë fushat e cila na bën secilin prej nesh krenar për rezultatin e marrë. Do duhet jap fjalën kryetarit Lëvizjes Bashkë dhe më pas deputetit të ardhshëm të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Redi Muçit. Në radhë parë duhet të falenderoj të gjithë bashkëqytetarët tanë që na kanë dhënë votat në 11 maj, janë rreth 24.000 qytetarë të cilët me shpresë, me guxim, përkundër 1.001 pengesave, shantazheve, trysnive, propagandës, zgjodhën terren që ka lindur tashmë dhe ajo quhet Lëvizja Bashkë. Unë dua jo vetëm t'i falenderoj, por edhe t'i shpreh mirënjohjen time të thellë dhe mirënjohjen e krejt Lëvizjes Bashkë, e krejt antarësisë aktivistëve të Lëvizjes Bashkë për këtë hap të jetë të madh dhe të rëndësishëm në historinë e tranzicionit shqiptar. Zgjedhjet e 11 majit në këndvështrimin ton janë karakterizuar nga një varg i madh problemesh, asimetrish edhe pabarazish ekstreme në fushatën zgjedhore. Të gjithë ne kemi qenë dëshmitar të presioneve të panumërta që partia në pushtet u ka bërë në punësve të administratës, bizneseve të vogla. E kemi ndjerë këtë sa herë kemi shkuar, kemi takuar qytetarët, e kemi ndjerë në tubimet tona, ku shumë njerëz na shprehnin simpatin, mirë po kishin frikë ta shpallnin publikisht e botërisht përkatësinë e tyre për Lëvizjen Bashkë. Fushata për zgjedhjet e 11 majit nga ana tjetër është karakterizuar nga një pabarazie theksuar në financim, jo vetëm midis partisë në pushtet dhe Lëvizjes Bashkë, jo vetëm midis partisë kryesore të opozitës dhe Lëvizjes Bashkë, por pothuajse të gjitha partive tjera që kanë marrë pjesë në këto zgjedhje dhe Lëvizjes Bashkë. Lëvizja Bashkë ka bërë një fushatë jashtëzakonisht modeste mjete, pa financime nga buxheti i shtetit, pa financime nga oligarkët, pa financime nga forcat e errta të shoqërisë, me shumë pak fonde dhe ato të dhëna me bujari nga mbështetësit antarët tanë kudo nëpër botë. Kemi bërë një fushat në këmbë me autobus, me biçikletë, me shpenzime minimale, me një pasion të jashtëzakonshëm për drejtësi shoqërore dhe për ta transformuar vendin tonë. Në saj të sakrificave tona, në saj të punës tonë, por në radhë parë në saj të besimit që një pjesë e shoqërisë shqiptare i ka dhënë Lëvizjes Bashkë, Lëvizja Bashkë ka dalë që të zgjedh një deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Ky rezultat për ne është jashtëzakonisht i rëndësishëm, nëse marrim konsiderat atë që tham pak më herët. Pabarazit ekstreme, nisje, presionet, izolimin e gjithanshëm, ose pothuajse gjithanshëm mediatik dhe mungesën e financave të mjaftueshme për të bërë një fushat që duhet kishte karakter kombëtar. Në këto kushte, pabarazie të thellë dhe problemesh asimetrie, unë besoj që rezultati Lëvizjes Bashkë ka qenë vërtet mbreslënës. Asnjë parti që ka natyrën e Lëvizjes Bashkë nuk e ka dalë në këto 30 vite tranzicion që në këto kushte ta arrijë të zgjedhë një deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Sigurisht,
secili nga ne priste më shumë, secili nga ne donte më shumë, secili nga ne mundej më shumë, mirë po ne do ta vazhdojmë analizën, qoftë edhe me ton kritik brenda radhëve tona, në strukturat tona përfaqësuese, në antarësinë tonë, për të kuptuar problemet e brendshme, për të kuptuar atë çfarë mund të bëni më mirë, por pa mohuar asesi sakrificën e jashtëzakonshme të veprimtarëve, të aktivistëve tanë, të mbështetësve tanë dhe mbi të gjitha besimi që na ka dhënë populli i Shqipërisë dhe në rastin konkret apo në rastin e përfaqësimit, populli i Tiranës duke na mundësuar të zgjedhim Redi Muçin si kandidat, si deputet në kuvendin e ardhshëm të Shqipërisë. Shqipëria mbas 11 majit në shumë aspekte gdhiet e zymt. Mua në fakt më kujtuan para se të vija këtu disa vargje të Fanolit, që thoshte që kur tufani e çthuri fen, kur tirani e krusja dhe vazhdon pastaj Fanoli. Po unë dua të them që ky tiran që ka çthurur fen e ka krusur atë dhen, nuk e ka dalë të shuaj shpresën e qytetarëve shqiptar për ndryshim, dhe një pjesë e kësaj shprese lidhet me emrin e Lëvizjes Bashk, dhe ne do të jemi si ajo dritza e shpresës në Shqipërinë e viteve të ardhshme. Edi Rama duket jashtëzakonisht i pushtetshëm, ka oligarkët me vete, ka një mandat prej gati 83 deputetësh në kuvendin e Shqipërisë, me aleat të mundshëm që do gjejnë në spektrin e vjetër partijak, mund të siguroj edhe votën e 84, dhe prapë se prapë kjo nuk na step. Në analizën tonë politike, ky mbi pushtet do t'jetë ai që do ta fundos Edi Ramën. Sepse pas 11 majit, Edi Rama nuk do të ketë më alibi. Nuk do të ketë bufe, qyrykëre, sude, që do t'i mundsojnë të gjejë justifikime për problemet e mëdha që ka dhe do të vazhdojë të ketë Shqipëria nën qeverisjen e korruptuar dhe të kapur nga oligarkët të Edi Ramës. Çfarë do të thotë Edi Rama pensionistëve mbas 6 muajsh? Do të përdorë përsëri figurën e bufit, e sudes, e qyrikëve? Çfarë do të thotë Edi Rama punëtorëve që marrin pagat nga më të ultat në Evropë? Çfarë do të thotë shqiptarëve, qytetarëve shqiptar që përplasen në spitalet publike dhe vidhen nga këmbët e koka pa marrë shërbimin që meritojnë? Çfarë do të thotë rreth 50.000 qytetarëve të Republikës Shqipërisë që zgjedhin të largohen nga Shqipëria çdo vit për shkak të pakënaqësive të thella që kanë me sistemin politik, ekonomik dhe social në Shqipëri? Mbas 11 majit, Edi Rama nuk do të ketë më asnjë alibi, do të ketë shumë pushtet, por nga ana tjetër, unë kam besimin që ai do të mbledh kundër vetes të gjithë mllefin, pakënaqësinë e shoqërisë shqiptare, që unë besoj se ende vlon, ende është e lartë. Në 11 maj nuk pati ndoshta një numër e konsiderueshëm qytetarësh shpresën e mjaftueshme dhe besimin e mjaftueshëm për ta ndryshuar këtë sistem, mirë po, pas 11 majit e tutje, unë jam besim plot që edhe në sajt për kushtimit të Lëvizjes Bashk, populli shqiptar do t'ja dalë ta transformoj këtë sistem fundekrye të kalbur, të korruptuar dhe të kapur nga interesat më okulte që gjenden në Shqipërinë bashkohore. Atëherë dhe unë dua ta nis këtë fjalë pikërisht duke falenderuar gjithë angazhimin e aktivistëve tanë, të vullnetarëve tanë, me qindra të rinj dhe të reja nga gjithë Shqipëria, nga Kosova, nga diaspora, që u përfshin në këtë fushat me një përkushtim të pashembullt. Do ta quaja një fushat buke krip e zemër, pak buke krip, po shumë zemër. Dhe unë e kuptoj se përkushtimi i kujtdo prej aktivistëve të Lëvizjes Bashk vjen nga një besim, nga një bindje se çdo vot që ka ardhur për Lëvizjen Bashk është një vot e cila beson tek një politik në Shqipëri që bazohet tek ndershmëria, vjen nga një vullnet i çiltër politik, nga një ndërgjegje e pastër, pa shantazhe, pa marrëveshje okulte nën tavolinë, pa votambledhësit lokal dhe pa makinacionet e vjetra që i njohim tashmë. Kështu që unë do thoja që për të 24.000 votat që ka marrë Lëvizja Bashk deri në këtë moment, ne jemi krenar dhe
Jemi mirënjohës pikërisht sepse këto janë vota që shprehin qytetarinë dhe guximin për të bërë gjën e duhur. Njëkohësisht ne na lind detyra që këtë mirënjohë, këtë besim të dëshmojmë se e meritojmë, tashmë edhe nëpërmjet një arme të re që kemi në dorë, fal mandatit që na është dhënë, pra fal zërit tonë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Këtë gjë ne do ta bëjmë me maksimumin e kapaciteteve tona. Ne hymë në Parlamentin Shqiptar pikërisht me një program të qartë politik, një program i cili bazohet në një shtet zhvillimor, një shtet social dhe një shtet të së drejtës. Ne kemi artikuluar më së miri qasjen tonë dhe puna jonë në parlament është që të punojmë dhe të luftojmë pikërisht për projekt ligjet të cilat jemi zotuar edhe para se të hynim në parlament. Pra dhe këtu bëhet fjalë jo vetëm për projekt ligjin e minimumit jetik që kemi depozituar që para 2 vjetësh në kuvend dhe nuk është marrë në konsiderat, po dhe shumë nisma të tjera që kanë të bëjnë për shembull me rritjen e buxhetit për arsimin dhe shëndetësinë, kanë të bëjnë me pikërisht ngritjen e institucioneve të tjera për të mirë menaxhuar burimet e shtetit shqiptar, që është Fondi Zhvillimor dhe Fondi Sovran dhe Banka Zhvillimore, ka të bëjë me nevojën për të rritur subvencionet për bujqësinë, për ekonominë prodhuese, për industritë, pra për bizneset prodhuese në vendin tonë. Ka të bëjë me një vizion që kemi edhe për rritjen e demokracisë në shoqërinë tonë, që lidhet me ligjin për referendumet, për lehtësimin e ligjit për referendumet, pra një vizion i mirë artikuluar dhe i qartë, dhe ne pikërisht me këtë zotim hymë në Parlamentin Shqiptar. Sigurisht që unë kam barën dhe detyrën që të përfaqësoj zërin e mira votuesve që na kanë besuar në vizionin tonë, dhe unë do ta çoj përpara këtë detyrë në maksimumin e kapaciteteve të mia. E reja ka lindur dhe detyra jonë tani është ta mbështesim dhe ta mbrojmë që ajo të lulëzojë në mbar shoqërinë shqiptare. Pyetje, nëse ka? Po, ka disa ankesa në lidhje me partitë e reja në përgjithësi qytetarë që në fare nuk konsiderohen dashamirës, që thonë që janë 160.000 vota për partitë tuaja, dhe janë vetëm 4 mandate. Dhe disa mendojnë që mosmarrëveshjet mes partive të reja në gjatë fushatës zgjedhore, domethënë e kanë dëmtuar të gjitha partitë e reja, jo vetëm Lëvizjen Bashkë. Të shërdia, keni ndonjë reflektim për këtë dhe çfarë qëndrimi do mbani me 3 kolegët, 3 partive të reja të rrugla, të cilët gjithashtu përvojsojnë shumë vota, por përvojsojnë në mënyrë disproporcionale. Ju e përvojsoni 20.000 vota, Alternativë përvojson 50.000 vota, ndërkohë që do të ishte ndryshe. Ne përfaqësojmë deri tani pothuajse 24.000 vota, jo 20.000. Problemi kryesor i keq përfaqësimit ka të bëjë me sistemin zgjedhor. Me një sistem tjetër, proporcional, kombëtar, sigurisht që çdo parti e re kishte për të marrë më shumë deputet dhe mandatet nuk do të digjeshin për shkak të ndarjes administrativo-territoriale. Kjo është një ndarje të jetë problematike që ne kemi, si thua, kritikuar gjithmonë. Ne edhe në programin ton, manifestin ton politik, e kemi shkruar që në vitin 2022 që ne kërkojmë një sistem proporcional kombëtar. Dhe kjo është një kritik që ne i bëjmë sistemit zgjedhor që nuk ka të bëjë me marrëdhëniet tona me çfarë lloj partie, qoftë kjo e re apo e vjetër. Është e drejtë që sistemi të jetë ndryshe, që të jetë më përfaqësues. Një parti që merr X% në popull duhet marrë X% edhe në deputet. Nga ana tjetër, ne as dje, as sot dhe as nesër nuk do besojmë në bashkimin mekanik të partive. Pra thjesht në faktin që disa parti me që kanë, po themi, stemën si të reja, vetëm për faktin që janë të reja, domethënë kanë lindur pak a shumë në të njëjtën kohë, me do e mos duhet bëhen pjesë e një koalicioni apo të bëjnë një parti të madhe. Ne besojmë fort që partitë mund të bashkohen vetëm nëse ka bazë për bashkimin e tyre, dhe kjo bazë e para duhet të jetë e lidhur me qëndrimet politike, sidomos me qëndrimet për çështje që janë vërtet sensitive dhe që kërkojnë guxim politik, sidomos ato që kanë të bëjnë me
oligarkinë ekonomike, me kapjen e mediave, me financimet e paligjshme të partive dhe pastaj edhe me aksionin politik. E dyta ka të bëjë me idet. Do të thonë, dy parti që janë ekstremisht kundërta në ide, në program, e kanë të vështirë thjesht për faktin për nxjerrë një deputet më shumë për të thënë hajde hym në një koalicion. Një parti që thotë ne duam të vendosim taksën e shesht, ku oligarku dhe varfanjaku duhet të paguajnë një lloj, dhe një parti që thotë ne duhet të vendosim një taksë progresive, e kanë të vështirë që të hynë në zgjedhje së bashku vetëm për të marrë një deputet më shumë, sepse idet ne mendojmë janë të rëndësishme në politik. Pra përveç parimeve, qëndrimeve e kështu me radhë, janë të rëndësishme edhe idet në politik. Gjithsesi, unë pres nga në kuvendin e ardhshëm të shoh qëndrimin e partive tjera që janë zgjedhur në parlament, çfarë qëndrimesh do bëjnë, për të kuptuar pastaj se çfarë marrëdhëniesh mund të ndërtohet me to. Por ama gjithçka do ketë bëj me atë që thash pak më parë. Qëndrimet, karakterin dhe idet. Mund me jetë një përshkrim të votuesit projektit? Nuk e di. Në vendet tjera, kur bëhen exit polle, fatkeqësisht nuk ndodh në Shqipëri, pyeten të intervistuarit për kë kanë votuar zgjedhjet e kaluara. Gjinia, mosha, statusi shoqëror, të ardhurat, krahina, këto gjëra nuk ndodhin në Shqipëri. Kështu në këtë kuptim ne kemi të vështirë që të themi se cilët janë shtresat shoqërore që kanë votuar më shumë. Ajo që kuptohet nga ndarja gjeografike, se kjo është e qartë, ndarja gjeografike, është që ne në qarkun e Tiranës kemi dalë më mirë se në Shqipëri. Në diasporë kemi dalë më mirë mesatarisht se në Shqipëri. Në bashkinë e Tiranës kemi dalë më mirë se në qarkun e Tiranës. E në zonat më urbane të Tiranës kemi dalë më mirë se në bashkinë e Tiranës. Në zonat, po themi, në zonat më të, por ne nuk e dim edhe në ato që janë zonat më të pasura, nëse ne ka votuar pensionisti, punëtori, shtresa e mesme, biznesmeni, pra këtë gjë nuk e dim. Ajo që dim, po, e vërtetë është, në njësi numër 5 kemi dalë më mirë se në njësitë e tjera të Tiranës. I kemi nga gjitha edhe pensionistë dhe të rinj. Pyetja ime është që a ka vend që partia juaj të tërhiqet pak më në qendër të majt dhe të përfaqësojë edhe shtresën e mesme, si thosh përveç artikullimit të prekariat, të nevojave për mbrojtje prekariatin, duke parë parasysh me aq informacion sa kemi votuesit tipik i luaj janë sikur është shtresa mesme urbane më shumë se sa prekariat dhe edhe njerë, ta tham, kjo është një hipotezë, juaja është një hipotezë që nuk e vërtetojmë dot sepse na mungojnë mekanizmat studimor. Unë uroj që kolegët e mi në Fakultetin e Shkencave Sociale ta bëjnë një studim të tillë. Unë se bëj dot se unë merrem me filozofi politike, nuk i kam aftësitë për të marrë me studime empirike, por uroj që kolegët e mirë ta bëjnë këtë lloj studimi. Është e vërtetë ajo që thoni ju, që sepse duken shifrat në Tiranën më urbane ne dalim më mirë se në Tiranën më pak urbane, por edhe Tirana më urbane nuk është e një trajtshme. Por nuk është se janë të gjithë shtrese mesme apo të gjithë të pasur e gjëra të tilla. Gjithsesi, ne jo vetëm këto zgjedhje, por edhe zgjedhjet e kaluara për Bashkinë e Tiranës, e kemi deklaruar vetëm me krenari që jemi edhe partia e shtresës mesme. Por nuk kemi vetëm partia që do të përfaqësojë punëtorët, pensionistët, varfrit, por kemi ngulur shumë këmbë në ligjëratën tonë, në programin tonë, shumë edhe për stresën e mesme, madje edhe për sipërmarrësit që ne i konsiderojmë të ndershëm, kreativ, që sjellin inovacion, i kemi përmendur shpesh në ligjëratën tonë, i kemi argumentuar interesat e tyre në programin tonë, kështu që po t'ishte ndryshe nuk do na kishin votuar. Nëse ne nuk do t'ishim edhe partia e shtresës mesme, kam përshtypjen që shtresa e mesme nuk do na ketë votuar. Unë besoj që shtresa e mesme na ka votuar, pa diskutim ose. Por nuk jam i zotit të them nëse është shtresa që na ka votuar më shumë, më pak, që na ka votuar arrit deri aty në përfundimin, por në mungesë studimeve empirike nuk mund të them më shumë. Mund të shtohet diçka thjesht në lidhje me stresën e mesme, sepse një pjesë shumë e mirë e programit tonë pikërisht ka të bëjë me nevojat e shtresës së mesme, nisur që nga
le themi kritika që i kemi bërë urbanizimit të shfrenuar, jo urbanizim, po betonizimit të shfrenuar të qytetit të Tiranës, çmimeve të larta të apartamenteve, nevojës që ka një familje re për të mbështetur në nisjen e një jetës së saj, propozimi ymë për taksat, që është një propozim i cili ul taksat për klasën e mesme, thirrja që kemi bërë për rritjen e pagave për kategori si mësues, mjek, infermiere me radhë. Gjitha këto pra janë, ose qoftë edhe le themi nevoja që kemi ngritur për subvencionimin e biznesit prodhues, gjitha këto janë propozime politike që prekin kryesisht klasën e mesme, klasën prodhuese. Rrjedhimisht, me fjalë, jemi fort tek qendra e majt. Nuk kemi thjesht për të drejtat në punë dhe për rritjen e pensioneve. Ka diçka tjetër? Mund ta bëj një thirrje të fundit në fakt. Lëvizja Bashkë prej 11 majit është parti parlamentare dhe dua t'i ftoj të gjithë qytetarët, votuesit tanë, të cilët nuk janë antarësuar akoma në Lëvizjen Bashkë, të bashkohen për ta vazhduar para rrugtimin tonë dhe për të çuar parimet dhe vizionin tonë për vendin në një vend, si thuaç, model të ri edhe brenda parlamentit me përfaqësuesin që ne kemi tashmë, Redin, por edhe me përpjekjen tonë jashtë parlamentit ashtu si e kemi bërë ndër vite. Ju faleminderit secili prej jush për mbështetjen.